E pra të dashur miq, ja ku po ritakojmë sërish së bashku për të komentuar këtë ngjarjen e madhe që do të ndodhen sonte. Sonte në shtëpinë e Big Brotherit do të kemi një surprizë fantastike për Brikenën. Brikena Selmani sonte do të merr një surprizë. Një surprizë që ndoshta mund të jetë nga familjarët e saj për lëvizjen që ajo ka bërë me Mateon, hipoteza e parë që ne mund të hedhim. Apo, së dyti, Mateo mund t'i bëjë një surprizë të bukur Brikenës dhe një deklaratë dashurie. Tani, në qoftë se kjo deklarata e dashurisë vjen sonte nga ana e Mateos, që mund të ulet në gjunjë edhe mund t'i kërkon Brikenës lidhje për ta finalizuar ndjesinë e tyre, emocionin e tyre, atëherë do me thënë do të shihet reagimi i familjes së Brikenës, sepse familjarët e Brikenës kanë hedhur në tokë atë që Mateo ka folur, natën kur Mateo hapi zemrën. Siç duket, televizioni Top Channel, që di të bëj magji, sonte mund të shndërrojë një dashuri të ndaluar në një realitet. Do me thënë, jemi në mëdyshjen më të madhe. Brikena sonte ka një surprizë dhe ka një deklaratë të fortë dashurie. Surpriza, tham që mund të vinë nga familja, që prindërit apo motra, apo qoftë në njëri afërt i Brikenës mund të futet në shtëpi dhe mund të kërkon që Brikena të mos të afrohet në asnjë mënyrë me Mateon, sepse ato Mateon e shohin si një diçka rrezik për Brikenën, ndërsa në anën tjetër kemi Mateon që ndoshta sonte mund të hedhë një deklaratë të bukur dashurie për Brikenën. Unë do kisha dashur që Mateo dhe Brikena të nisin rrugtimin të tyre të dashurisë. Janë çift që përshtaten shumë me njëri tjetrin, janë një kombinim shumë interesant, është Brikena me atë mendjemadhsinë e saj, është Mateo i qetë, do të thënë janë plus dhe minus, dhe unë dëshiroj që ky çifti të ecën përpara. Pse duhet të ndalojmë një dashuri? Pse duhet të ndalojmë një mundësi dhe pse Brikena e kishte kaq frikë që Mateo t'i afrohet, Mateo të flet për të dhe pse familja bëjnë kaq presion. Unë mendoj që jemi në vitin 2026, e kuptoj familjen e Mateos, por Mateo nuk duhet të gjykohet as për fenë e tij, as për dukjen e tij, as për pamjen e tij, rëndësi ka që dashuria të ekziston. Do të thënë, sonte Brikena ka një surprizë edhe një deklaratë dashurie. Le ta shohim se çfarë deklaratë është. Unë e pres që deklarata është nga Mateo, nuk ma merr mendja që deklarata është nga jashtë. Brikena ka thënë që nuk ka lënë asnjë gjë të hapur jashtë. Do të thënë presionin dhe frikën e ka patur për familjen, por mendoj që ne duhet të investojmë në dashuri. Dhe mendoj që Mateo dhe Brikena janë vërtet një çift shumë i bukur që familja e Brikenës mendoj që kanë arritur të kuptojnë që do kenë fatin që vajza e tyre të lidhet me një djalë të mrekullueshëm. Ndërsa surpriza është shumë interesante. Çfarë mendoni ju se do të ndodhë sonte?